Pyetja ime për Hekuran Muratin, për ministrin e detyrës shumë e thjeshtë. Domethënë, sa mundohesh me i qit hi syve gjithë popullit me tema tjera, fokusohu në temën që e kemi këtu, relevante. Pse po i bllokon 35 milion të kryeqytetit? Pse? Domethënë, pse po punon në mënyrë të jashtëligjshme? Pse po i bllokon? Më thonë, kjo s'ka të baj me asgjë tjetër, Kreta ajo që ka flet, këto gjëra tjera janë vetëm hi syve të qytetarëve, janë gënjeshtra totale, pra s'kan të bëj asgjë me realitetin. A mundesh me i pagu sot 35 milion? A ekziston ligji? Po, ekziston ligji. A janë ato të hyrave tanake të kryeqytetit? Po. A të ndalon në sen për me i pagu këto sot? Asgjë. Pra punon jashtëligjshëm për cilin edhe kemi bërë kallëzim penal. Ndaj ti edhe ndaj të rezultarëve. Pra mundet me zgjedh këtë problem me njëherë, derisa ai fillon edhe krijon tema tjera, të cilat nuk janë relevante me gjendjen në terren sot. Sot i kemi punëtorët, i kemi familjet e këtyne punëtorëve, të cilët kanë punu, po them me muajt e tanë, pa paga, si rezultat i blokadës të një ministri atje që i teket për me bloku pse mundet. Punon jashtëligjshëm, njërë jo ligjore, më thonë, fondet të cilat me ligj në atakojnë neve, a i blokon, edhe del në pres konferencë, edhe flet për gjona tjera. Do më në kryon tema tjera, i ik pyetjes, e cila është, pse nuk i pagun 35 milion kryeqytetit sot të hyrat vetanake të kryeqytetit. E spjegova dhe dje, si kur ju, paret e juja që i keni në bankë, me shku me i marë, me dash me nxjerr parët në bankë, edhe të thot ai kashjeri aty në bankë, thot që s'po t'i do.